Forcat ajrore e mbretërore të Mbretërisë së Bashkuar kanë njoftuar se kanë rrëzuar gjatë natës disa drone iranian, ndërsa misioni mbrojtës në rajonin e Mesdheut lindor në Jordani, Bahrein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe vijon pa ndërprerje, ka raportuar BBC. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, avionet luftarak Typhoon dhe F-35 vazhdojnë patrullimet mbrojtëse, ndërsa operacionet mbështeten nga avionte e furnizimit me karburant në ajër RAF, si dhe helikopterët Merlin dhe Wildcat të marinës mbretërore. Ministria theksoi se masat e mbrojtjes në rajon mbeten të nivelit të lartë dhe se Britania po punon ngushtë me aleatët për të siguruar mbrojtjen e forcave dhe të interesave të tyre. Ky zhvillim vjen ndërsa tensionet në rajonin e lindjes së mesme mbeten të larta pas aktiviteteve të njohura të Iranit me dronë dhe raketa, duke përfshirë sulme ndaj bazave dhe forcave ndërkombëtare. Forcat e armatosura britanike po monitorojnë situatën dhe janë të gatshme për veprime mbrojtëse për të parandaluar kërcënimet ndaj trupave dhe interesave të tyre në rajon, theksoi ministria, ndërsa nuk ka dhënë detaje të mëtejshme mbi numrin e dronëve të rrezuar ose humbje të mundshme, por ka siguruar se operacionet do të vazhdojnë në mënyrë të përqendruar dhe në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar. Ky incident nënvizon rëndësinë e pranisë së forcave të NATO dhe aleatëve të saj në Mesdheun lindor dhe rolin e Britanisë së Madhe në mbrojtjen e hapësirës ajrore dhe stabilitetin rajonal.